Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salatu salamu ala man la nabiyya ba'da. Vëllezër, jemi në vazhdimin e temës së shikimit të Allahut të lartësuar nga besimtarët në botën tjetër. Dhe kjo është një temë e gjatë ku autori përmend shumë argumenta nga Kurani, Sunneti, pra hadithet e profetit alayhi salatu sallam për të treguar dhe për ta vërtetuar se një gjë e tillë është e saktë dhe e mundshme, ndryshe nga që pretendojnë disa grupe të humbura që e mohojnë këtë fakt, që në realitet është edhe mirësia dhe shpërblimi më i madh që do të përjetojnë besimtarët edhe se vetë xheneti. Dhe në vazhdimsi të përmendjes së argumentave, thot autori, dëshmia për argumenti i katërt, pra që Allahu subhanahu wa taala do të shihet në botën tjetër, është fjala e Allahut të lartësuar, pra vazhdon me përmendjen e ajeteve kuranore. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idhil la mahjubun. Kurse si ata atë ditë do të jenë të penguar nga Zoti i tyre. Do të jenë të penguar nga Zoti i tyre. Thot autori Ibn al-Qayyim, Allahu mëshiroft, mënyra e argumentimit me këtë ajet është: Allahu i madhëruar e bëri një nga dëshkimet më të mëdha për jo besimtarët faktin se ata do të jenë të penguar nga shikimi i tij dhe do të jenë të penguar edhe nga dëgjimi i fjalës së tij. Nëse besimtarët nuk do ta shihnin atë dhe nuk do ta dëgjonin fjalën e tij, edhe ata do të ishin të penguar prej tij. Pra Allah subhanahu wa taala është duke folur edhe përpara këtij ajeti kuranor për pabesimtarët dhe përmendi se një nga gjërat që do të ndodhin atyre është se nuk do ta shohin Zotin e tyre. Pra e veçoi këtë fakt, këtë gjë, këtë privim për jo besimtarët. Pra për një kategori, gjë që tregon se kategoria tjetër, pra besimtarët, do ta shohin. Ky përjashtim tregon se besimtarët do ta shohin. Me këtë argument janë argumentuar edhe të tjerë si Imam Shafiiu, për cilët Taberaniu dhe të tjerë nga El-Mizzi, i cili tha: e kam dëgjuar Shafiiun të thotë në komentin e fjalës së Allahut të lartësuar, pra kalla innahum ar-rabbihim yawma idhil la mahjubun, kurse si ata të ditë do të jenë të penguar nga Zoti i tyre, thotë se kjo është një dëshmi e qartë se miqt e Allahut, pra besimtarët, do ta shohin Zotin e tyre ditën e Kiametit. Pra edhe Imam Shafiu është në këtë mendim dhe në këtë vërtetë. Dhe gjithashtu për cilët nga Rabi' bin Sulejman se ka thënë: kam qenë i pranishëm me Muhammad ibn Idris ash-Shafi'iun, të cilit kur i erdhi një letër dhe në të kishte një pyetje: çfarë thua për fjalën e Allahut kalla innahum ar-rabbihim yawma idhil la mahjubun, kurse si ata atë ditë do të jenë të penguar nga Zoti i tyre, ai u përgjigj: ai i pengoi ata nga vetja e tij, pra nga shikimi i tij, për shkak të zemërimit që pati me ta. Dhe kjo është një dëshmi se të dashurit e tij, pra të kundërtët e të parëve, dhe që janë miqtë e Zotit, do ta shohin atë. Pra përderisa Allahu e bëri dënim për pabesimtarët që nuk do ta shohin, atëherë mbeti si shpërblim për besimtarët që do ta shohin. Dhe thot Rabi' i thash: o Ebu Abdullah, pra Imam Shafiut, a edhe ti kështu thua, pra me këtë gjë, a i tha po, dhe me këtë bindje unë adhuroj Zotin tim. Me këtë bindje, pra me këtë të vërtet që deklaroj dhe përkra dhe e pranoj, unë adhuroj Zotin tim. Dhe thot më pas autori, gjithashtu Tabaraniu transmeton se Abu Zur'a ar-Razi ka dëgjuar Ahmed ibn Muhammad ibn al-Husayn të thot: u pyet Muhammad ibn Abdullah ibn Abil Hakam:
a do ta shohin të gjithë krijesat Zotin ditën e gjykimit, besimtarët dhe pa besimtarët? Ai tha, jo, vetëm besimtarët do ta shohin. Vetëm besimtarët do ta shohin. Por kështu, kur Shafi'iu u pyet dhe tha për fjalën e Allahut Azza wa Jall, kalla innahum ar-rabbihim yawma idhin la mahjubun, kurse si ata të ditë do të jenë të penguar nga Zoti i tyre, kjo është një dëshmi se besimtarët nuk do të jenë të penguar nga Allahu i lartësuar. Pra dietarët argumentojnë me fjalët e njëri tjetrit. Dhe përmendja këtyre komenteve për ajetin kuranor, autori na tregon se ky është kuptimi i dietarëve të mëdhenj të Islamit. Dhe kjo është e vërteta që besimtarët do ta shohin. Dëshmia 5, pra që dëshmon për diçka të tillë që Allahu subhanahu wa taala do të shihet në ditën e Kiametit, është fjala e Allahut Azza wa Jall, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Ata, pra besimtarët, do të kenë në xhennet çdo gjë që dëshirojnë, dhe ne kemi edhe më shumë për ta. Pra janë në xhennet, do të kenë çdo gjë që dëshirojnë, do t'u jepet. Por pastra edhe më shumë se kjo. Më shumë. Çfarë është kjo më shumë? Çfarë është kjo më tepër? Përcjell at-Tabaraniu nga Ali ibn Abi Talib dhe Anas ibn Malik, sahabët e profetit alayhis salam, se kuptimi më shumë, më tepër, është shitimi i fytyrës së Allahut të lartësuar. Është shitimi i fytyrës së Allahut të lartësuar. Pse? Sepse ata janë në xhenet. Kanë çdo gjë që dëshirojnë dhe do t'u jepet çdo gjë që dëshirojnë. Por qendra dhe një gjë tjetër më shumë se vetë xheneti. Sepse Allah tha, më shumë, më tepër se kjo. Çfarë mund të jetë më tepër se vetë xheneti dhe mrekullitë e tij? Shitimi në fytyrën e Allahut të lartësuar. Po ashtu nga tabiinët këtë ka thënë edhe Zeid ibn Wahb. Dëshmia e 6, fjala e Allahut të lartësuar, kjo është e rëndësishme. La tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar. Shitimet nuk mund ta kapin, nuk mund ta përfshin atë, por ai i përfshin shitimet në tërësi. Thotë Ibn al-Qayyim, Allahu më shëroft, argumentimi me këtë ajet është i veçantë dhe i bukur, i çuditshëm, thotë. Pasi ky ajet shpesh përdoret nga ata që mohojnë shitimin e Allahut. Pse? Sepse Allahu subhanahu wa taala tha, la tudriku al-absar, ata nuk e kapin shitimet, nuk e përfshin shitimet. Pra nuk do të shihet, thon ata. Ata që e mohojnë, e marrin si argument këtë gjë. Por sa i vërtet është ky argument? Por Sheikhu ynë, dhe ka për qëllim Ibn Taymiyën, e ka shpjeguar më së miri se si në të vërtet ky ajet e përforcon idenë e shitimit të Zotit. Pra është i kundërt nga ai që pretendojnë ata. Dhe ka thënë, shihni sa fjalë bukur ka thënë Ibn Taymiyë. Unë jam i sigurt dhe i bindur se çdo herë që një person ndjekës, i thtar, i të pavërtetës, përdor një ajet apo hadith për të përkrahur pavërtetësinë e tij, brenda vet atij argumenti ekziston diçka që e rrezon vet atë pavërtetësi. Pra grupet e humbura vinë me ajete dhe hadithe dhe interpretojnë sipas interesit bidatit të tyre. Por, thot Ibn Taymiyë, në të gjitha ato argumente që ata ajete hadithe që i marrin si argument, sikur gjoja janë në përkrahje të bidatit të tyre, në vetë ato argumente është e kundërta asaj që ata pretendojnë. Po ta kuptosh dhe të meditosh thellë, do të gjesh se është e kundërta e asaj që ata pretendojnë. Dhe ky është një nga ato ajete. Ky ajet është më shumë argument, thot, për lejimin e shitimit të Zotit, fytyrës së tij, se sa për mohimin e shitimit të Allahut, pra që të shohim Allahun, sepse Allahu e përmendi këtë ajet në kontekstin e lavdërimit të vetes. La tudriku al-absar. Nuk e shikojnë, nuk e përfshin atë shitimet. Lavdëroi vetëm me këtë gjë. Pra që krijesat nuk arrin ta përfshin
me shikimit e tyre të gjithin Allahun subhanahu wa taala. Dhe ky është lavdërim. Pse është lavdërim? Dhe dihet thotë se lavdërimi bëhet për cilësi të përsosura, ekzistuese që ekzistojnë. Pasi asgjëja mos ekzistenca nuk është përsosmëri. Pra ajo gjë që nuk ekziston. Është përsosmëri? Ja, është hiç. Dhe as arsye për lavdërim. Çfarë do lavdërosh? Hiçin? Për shembull thot, Allahu lavdërohet kur thot se nuk e zë gjumi, sepse kjo tregon fuqinë e tij absolute, vetë ekzistencën e tij, dhe sa i është mbajtësi gjithçkaje. Nuk vdes, sepse kjo tregon gjallërinë e tij të përhershme, pra jeta e tij është pafund, i gjalli i përjetshëm, el hayy. Nuk lodhet, sepse tregon fuqinë e pakufizuar të tij. Nuk ka shok, nuk ka fëmijë, sepse tregon plot fuqinë dhe vetmjaftueshmërinë e tij. Nuk ha, nuk pi, sepse tregon qenien e tij si i vetmi që nuk ka nevojë për asgjë. Dhe fjala e Allahut të lartës gjithashtu thot, askush nuk ndërmjetson tek ai pa lejen e tij. Shefat tek Allah askush nuk bën pas leje Allahu. As meleku më i madh, as profeti më i dashur tek Allahu nuk bën pas leje Allahu. Sepse tregon përsosmërinë e tauhidit të tij dhe panevojën e tij për krijesat. Nuk bën pa drejtësi, sepse tregon drejtësinë, dijen dhe vetmjaftueshmërinë e tij. Nuk harron asgjë dhe nuk i shpëton asgjë dijes së tij, sepse tregon dijeninë dhe përfshirjen absolute që ai ka bërë krijesave. Nuk ka të ngjashëm me askënd, sepse tregon përsosmërinë e tij absolute. Pra Allahu nuk lavdërohet për diçka që është hiç, asgjë, por për gjërat që ekzistojnë, për ato cilësi që ai ka, për ato cilësi që ai ka. Prandaj, nëse pretendojmë se Allahu nuk shihet, atëherë ku është lavdërimi këtu? Pra i themi atyre që e mohojnë këtë gjë, të mrekullit, të begati, që është begatia më e madhe, shitimin e fytyrën e Allahut. Nëse është kështu si thoni ju atëherë, a ka lavdërim këtu për Allahun? Nuk ka. Sepse është diçka hiç, asgjë. Dërsa Allah është i përsosur dhe çdo gjë që thot për veten e tij është lavdërim. Pra kur ai tha la tudrikul absar, nuk e përfshin atë shitimet, është lavdërim. Në çuptim, do të bëhet më i qartë në vazhdim. Prandaj ajeti, nëse ajeti do të nënkuptonte se Allahu kur nuk shihet, kjo nuk do të ishte lavdërim, sepse edhe asgjëja gjithashtu nuk shihet, pasi nuk ekziston. Ndaj kuptimi është që Allahu shihet, por nuk përfshihet dhe nuk kapet plotësisht nga shikimi, nga shikimi. Pra, ne do ta shohim Allahun Azza wa Jall, por jo plotësisht. Ai është më i madh se ç'mund të shohin dhe se ç'mund të përfshin shikimet tona. Por do ta shohim fytyrën e tij, do ta shohim. Subhanahu wa ta'ala. Dhe kjo është njëjtë si fjala Allahut Azza wa Jall, "O ma ya'zubu 'an rabbika min mithqala dharra." Asgjë nuk i fshihet Zotit tënd, qoftë ajo sa grimca, që do të thotë sa i di çdo gjë. Po ashtu në fjalën e Allahut, "O ma massana min lughub." As lodhja nuk na ka prekur, kuptohet se ai është i përsosuri në fuqi. Dhe fjala e Allahut e lartësuar, "O la yadhlimu rabbuka ahada." Zoti yt nuk i bën padrejtësi askujt. Tregon përsosmërinë e drejtësisë së tij. Dhe fjala la ta'khudhu sinatun wala nawm, as gjumi as kotja nuk e zë, tregon përsosmërinë e sundimit dhe ruajtjes së tij. Pra edhe fjala la tudrikul absar, nuk e përfshin atë, nuk e kapin atë shikimet, do të thotë se ai është aq madhështor sa nuk mund të përfshihet nga shikimet e krijesave e besimtarëve. Nuk mund ta përfshin. Edhe kur i lejon dhe heq hijabin, mbulesën nga fytyra e tij, subhanahu wa ta'ala, prap nuk mund ta përfshijmë me shikimet tona të tërin, subhanahu wa ta'ala.
Sepse fjala idrak, që është përmendur në ajet, nënkupton përfshirjen, rrethimin total, përfshirjen e plotë të diçkaje, dhe është më shumë se thjesht një shitim. Pra kur Allah subhanahu wa taala tha, nuk të përfshin atë shitimet, nuk pati për qëllim të mohoj shitimin e fytyrës së tij, por mohoj shitimin e gjithë përfshirjen me shitimin ton, pra që shitimi jo nuk mund ta shoh të tërin. Këtë mohoi Allahu subhanahu wa taala. Pse? Sepse është shumë madhështor. Është aq madhështor sa nuk harrin dot shitimi njerëzve. Si sot Allahu subhanahu wa taala, falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla. Kur u pan dy ushtrit, dy palët, dy grupet, shokët e Musait thanë, pra Musai me popullin e tij dhe faraoni me ushtrinë e tij që po vinin për t'i vrarë. Kur i pan këto, Beni Israilët thanë, na kapëm, mudrakun, nga fjala idrak që u përndër te ajeti kuranor. Musai tha kurse si. Dhe thot Ibn Qayyim, pra Musai alayhis salam mohoi se ata mund të kapeshin nga armiku, edhe pse i shihnin. Prandaj fjala idrak, ka kuptimin më tepër se shitim. Ka kuptimin më tepër se shitim. Shitim gjithëpërfshirës. Shitim dhe gjithëpërfshirës. Shitim dhe gjithëpërfshirës. Dhe thot më pas, dhe Allah i tha Musait, wa laqad awhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la takhafu daraka wa la takhsha. Mos ti frit se do të zën. Dhe mos u tremb. Gjë që tregon se kapja i draku pra është më shumë se shitimi. Pra Musa alayhis salam mohoi se ata mund të kapeshin edhe pse i shihnin. Pra shihnin. Beni Israilët i pa faraonin, prandaj thanë u trembën. Por tjetër gjë është shitimi dhe diçka më e gjerë është edhe përfshirja i draku, që në këtë rast ka kuptimin e përfshirjes. Pra, shitimi dhe i draku, pra këtë, mund të ekzistojnë bashkë, por edhe ndaras. Ndonjëherë marrin kuptimin e njëra tjetrës, ku përmendet njëra përfshin dhe tjetrën, por ndonjëherë përmendet vetëm njëra dhe nuk ka për qëllimin e tjetrës. Nuk ka për qëllimin e tjetrës. Ibn Abbas ka thënë për ajetin kuranor, nuk e kapin atë shitime, nuk e përfshin. Nuk e kapin shitime do të thotë nuk e përfshin dot. Dhe jo se nuk do të shihet fytyra e tij. Por kuptimi i mohimit është ta shohësh të gjithin, Allahu subhanahu wa taala. Qatada ka thënë, ai është më madhështor se sa mund ta përfshin syt. Atije ka thënë, pra ta nga selefët, ata do ta shohin Allahun, por nuk mund ta përfshin me sytë e tyre për shkak të madhështisë së tij. Ndërsa ai, Allahu, i përfshin ata me shikimin e tij. Siç tha, wa huwa yudriku al-absar, dhe ai i përfshin shitimet. Pra besimtarët e shohin Zotin me sytë e tyre drejt për drejt, por nuk mund ta përfshin. Sepse nuk është e lejuar të thuhet se diçka e përfshin atë, ndërkohë që vetëm ai i përfshin të gjitha. Pra kjo është veçoria e Allahut. Dhe nuk mund ta shoqërojnë edhe krijesat. Por kështu Allahu bën ta dëgjoj fjalën e tij kujdo prej krijesave të tij. Por kjo nuk do të thotë se ato e përfshin fjalën e tij të plot. Dhe Allahu i mëson krijesat aq sa dëshiron, por ata nuk e përfshin dijen e tij. Ky ajet është i ngjashëm me ata që përpiqen të mohojnë cilësitë e Allahut me fjalën lejse kemithlihi shay. Asgjë nuk është si shembulli i tij. Ata që mohojnë cilësitë e Allahut, pra që Allahu nuk dëgjon, nuk sheh, nuk flet, nuk qëndron mbi arsh, nuk krijon, nuk furnizon e tjerë, nuk je jetë, nuk je vdekje e tjerë. Kemi argument, thonë, çfarë? Thonë,
asgjë nuk është si shembulli i tij. Pra nëse themi që Allahu flet edhe krijesa flet, ndërkohë por Allahu tha asgjë s'është si shembulli i tij. Pra, përfundimi Allahu nuk flet. Nëse themi Allahu sheh dëgjon, atëherë dhe krijesa sheh dhe dëgjon, por Allahu ka thënë asgjë s'është si shembulli i tij, atë përfundimi i tyre cili është, atëherë Allahu as nuk sheh, as nuk dëgjon. Është shumë e rrallë në cilësitë e tjera. Ky është argumentimi i tyre, është i gabuar, por Ibn Qayyim përbën shtjellim. Ndërkohë që në të vërtetë, vetë ajeti është nga dëshmitë më të fuqishme për përsosmërinë e cilësive të Allahut. Sepse ato cilësitë janë aq të shumta, aq të mëdha, aq të përsosura, aq të larta, sa askush nuk mund të jetë si ai. Pra Allahu sheh, edhe krijesa sheh. Dhe kuptimi këtu nuk është si shembulli i tij, pra shikimi i krijesave nuk është si shikimi i Allahut, dhe jo se Allahu nuk sheh. Allahu dëgjon, krijesa dëgjon. Kuptimi nuk është se me që asgjë nuk është si shembulli i tij, atëherë ta mohojmë të cilësitë të Allahut. Jo, por dëgjimi i krijesës nuk është kurrë si dëgjimi i Allahut. Sepse shikimi, dëgjimi i krijesës është i mangët, kurse tek Allahu është e përsosur. Pa kufi. Asgjë nuk humb nga shikimi dhe dëgjimi i tij. Pra, po të nënkuptojmë me këtë ajet mohimi i cilësive të tij, atëherë më e përsosur do të ishte asgjëja, e cila nuk krasin cilësi fare, gjë që është absurde. Dhe thot më pas, vetë ajeti është lavdërim nga ana e Allahut për veten e tij, dhe të gjithë njerëzit e logjikshëm, e arsyeshëm, kuptojnë nga fjala e dikujt kur thot filani nuk ka të ngjashëm me të, nuk ka të krahasuar me të, nuk ka të barabartë me të, se ai është i dalluar nga të tjerët me cilësi dhe karakteristika që nuk ndahen me asnjë tjetër. Dhe jo se nuk ka cilësi, nuk ka vlera që duan t'ja mohojnë grupet e humbura si cilësia Allahut subhanahu wa taala. Sa më shumë cilësi dhe karakteristika që ka, aq më shumë i kalon të ngjashmit e tij. Pra Allahu subhanahu wa taala ka më shumë cilësi se krijesat, dhe të gjitha cilësitë e tij janë të përsosura, të përkryera. Dhe prandaj është i pangjashëm me to. Asgjë nuk është si ai, prandaj fjala e Allahut subhanahu wa taala laysa kamithlihi shay, asgjë nuk është si ai, është dëshmi, është ndër dëshmitë më të forta për shumëllojshmërinë e cilësive të tij dhe për veçorinë e vetive dhe atributeve të tij. Gjithashtu fjala e Allahut la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Shitimet nuk mund ta kapin atë, ndërsa ai kap ato shitimet, pra rikthehemi tek ajeti, është nga dëshmitë më të qarta se ai shikohet, por nuk përfshihet i tëri nga shikimet për shkak të madhështisë së tij. Gjithashtu fjala e Allahut, huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayyam thumma istawa 'ala al-'arsh. Ai është i krijoi qiellin dhe tokën për 6 ditë, pastaj u ngrit mbi arsh dhe më pas tha, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ai është me ju kudo që të jeni, është nga dëshmitë më të forta për ndarjen e Zotit nga krijesat e tij. Sepse ai nuk i krijoi ato brenda qenies së tij, por përkundrazi i krijoi ato jashtë të ndara nga ai. Dhe pastaj u ngrit, qëndroi mbi arshin fronin e tij, dhe ai di mirë gjendjet e tyre. I sheh ata, krijesat pra, i përfshin me shikimin dhe dijen e tij, me fuqinë dhe dëshirën e tij, me dëgjimin dhe shikimin e tij. Pse e themi të gjithë? Sepse ka prej grupeve të humbura që thonë krijesat janë bashkë me krijuesin. E të tjerë thonë që janë të shkrira, krijuesi është i shkrirë të krijesat. Pra Zoti gjendet tek një lule, thonë, gjendet tek ty, gjendet tek besimtari, tek pabesimtari, tek druri, tek guri, në çdo gjë, tek vendet e pista, tek gjërat e ndyra. Ky është përfundimi i këtij pretendimi të tyre. Allahu na rrit, dhe Allah është i lartësuar, i pastër, i përsosur. E thon ato këtë gjë. Dhe ky është kuptimi i fjalës së tij që ai është me ju kudo që të jeni. Pra, jo se Allah subhanahu wa taala është bashkë me ju, i pandar nga krijesat e tij, apo është i shkrirë të krijesat, saqë do të gjesh tek fjalët e atyre që kanë një akide të tillë,
të gabuar, akide kufrit ja, që thonë se unë adhuroj veten time, kur adhuroj Zotin, ndërkohë adhuroj veten time. Adhuroj veten pse? Sepse Zoti është tek unë, thonë ata, është shkrirë te krijesat. Është edhe tek kaurri, tek krishteri, është edhe tek idhujtari tjetër, është edhe tek imorali, është edhe tek shejtani e tjerë. Allahu na rrit. Vëre thot, vinere thot, sa e bukur është kjo përputhje në fjalë dhe në kuptim ndërmjet fjalës, pra në këtë ajet dhe në ajetin la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar, me syt shitimet nuk ta kapin ata i përfshin shitimet me atë që u përmend më parë, sepse ai për shkak të madhështisë së tij është i lartë për t'u kapur nga shikimi, por për shkak të butësisë dhe njohurisë së hollësishme të tij, ai i kap dhe asgjë i përfshin, pra të gjitha krijesat dhe asgjë nuk i fshihet. Ai është i madhëruar në butësinë e tij, i butë në madhështinë e tij, i lartë në afërsinë e tij, i afërt në lartësinë e tij, që nuk ka asnjë si ai, dhe ai është dëgjuesi, shikuesi. Shitimet, syt nuk e kapin atë, por ai përfshin shitimet, ai është i buti i gjithdijshmi. Argumenti 7 dhe i fundit, fjala Allahut subhanahu wa taala, ujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. Fytyrat atë ditë do të jenë të ndritshme, duke shikuar Zotin e tyre. Bëhet fjalë për fytyrat e besimtarëve, sepse fytyrat e pabesimtarëve, siç përmendet në ajetet dhe në hadithe, i ka pluhuri, i zi zymtësia, pra janë skëtar. Dhe të ndritshme do të jenë atyre të besimtarëve. Pse? Zotin e tyre shikojnë. Nëse e lexon, thot autori, këtë ajet pa e shtrembëruar nga vendi i tij, pa gënjur ndaj Allahut të lartësuar që e tha këtë fjalë për këtë ajet, do ta gjesh që ky ajet thërret qartë dhe hapur se Allahu i madhëruar do të shikohet me sy, me pamje të drejtë për drejtë në ditën e Kiametit. Por nëse detyrimisht dëshiron ta shtrembërosh, siç bën grupet e humbura, si të shtrembërojnë dhe e quajnë interpretim disa, atëherë interpretimi i ajeteve të lidhura me ringjalljen, me xhenetin, me zjarrin, me peshor, me llogarin, do të jetë edhe më i lehtë për ta, për tu interpretuar në mënyrë të gabuar. Duhet të them për shembull janë në kuptime metaforike. Nuk ka xhenet, është thjesht rahati, kënaqësi që do ndjesh duke net, për shembull. Është thjesht metaforë. Nuk ka xhehenem, por është thjesht mërzitje apo dëshpërim që do kesh. Është thjesht metaforë. Nuk ka peshore, nuk ka llogari, janë thjesht metafora, siç bëjnë disa prej xehmijeve e tjerë. Dhe në këtë mënyrë mund të interpretojnë ata çdo tekst, çdo ajet në Kur'an dhe hadith në Sunnet. Po të ndjelin te logjik. Për më tepër thot, dhe thot më pas autori, dhe çdo kush, çdo njeri i devijuar që kërkon të interpretojë ajetet, tekstet fetare, sipas dëshirës egos së tij, do ta gjejë një mënyrë për ta bërë të gjë. Pra do ta shpiti një sajes, do ta sajojë diçka të gabuar, si e si, ti dali aty ku do ai. Për më tepër shprehja në fytyrat e tyre, që është vendi i shitimit, i referohet drejt për drejt shitimit të Zotit. Vendi i shitimit i referohet drejt për drejt shitimit të Zotit. Në këtë ajet dhe përdorimi i pjesës s parashtestu ila rabbiha për të Zotit i tyre, ila, kjo ila, që është shumë e qartë në kuptimin e shikimit me sy. Të kemi të bëjmë me kuptimin e këtyre termave në gjuhën arabe. Dhe mundesa ndonjë treguesi që të sugjeroj apo të kushtozoj se qëllimi i shikimit të përmendur i lidhur me fytyrën dhe i ndjekur nga ila, kjo parashtesa, nuk është kuptimi i tij zakonshëm dhe real, pra është provë qartë se Allahu i madhëruar ka dashur me këtë shikimin me sy që ndodh nga fytyra syt që janë të fytyra e krijesës, për të Zotit i lartësuar. Për të Zotit i lartësuar. Sepse fjala ujuhun yawma idhin nadhira, pra që është shikim, ka disa përdorime në gjuhën arabe, thot.
Varësisht nga mënyra, pra ka disa kuptime, varësisht nga mënyra se si lidhet ose drejtohet me parafjala të ndryshme. Nëse vjen pa parafjalë fare, pra vjen vetëm termi, kuptimi i saj është pritje. Si në fjalën e Allahut të lartësuar, "Undhurna naqtabis min nurikum", na prisni që të marrim nga drita juaj. Nëse vjen me parafjalën fi, ke parasysh? Kuptimi është të mendosh, të reflektosh si në fjalën e Allahut të lartësuar, "Awalam yanzuru fi malakuti s-samawati wal ard", a nuk kanë vështruar ata në mbretërinë fi e qiejve dhe të tokës? Dhe nëse vjen me parafjalën ila, siç është ajet kuranor, kuptimi është të shikosh me sy. Pra, të drejtosh shikim për të parë diçka. Si thot Allahu subhanahu wa taala, "Undhuru ila thamarihi idha athmar". Shikoni frutat e tij kur të formohen dhe piqen. Pra shikoni, drejtoni shikimin, drejtoni syt për të parë. E çfarë mund të thuash kur ky shikim i është atribuar fytyrës, e cila është vendi i shikimit, pra ku janë syt? Yazid ibn Harun transmeton nga Mubarak në Al-Hasan al-Basriu, në tabinët se ka thënë, do ta shikojnë Zotin e tyre të madhëruar, qoftë të madhëruar dhe ndriçohen dhe si rrjedhoj ndriçohen fytyrat e tyre nga drita e tij, e Allahut subhanahu wa taala. Dhe thot në fund Ibn Qayyim, Allahu më shiroft, Abu Salih ka transmetuar nga Ibn Abbas rreth fjalës së Allahut ila rabbiha nadhira, duke parë Zotin e tyre, do të thotë shikojnë fytyrën e Zotit të tyre të lartësuar. Ibn Abbasi, sahabi i profetit alayhis salam, e komenton në këtë mënyrë, pra që të shikohet fytyra e Allahut. Dhe Ikrima, që është nxënës Ibn Abbasit, ka thënë, "Ujuhu yawma idhin nadira", pra për të ajet kuranor, fytyrat atë ditë do të jenë të shndritshme nga mirësia, ila rabbiha nadhira, Zotin e tyre shikojnë, thot, do ta shikojnë Zotin e tyre me sy. Dhe diçka e tillë është transmetuar dhe nga Ibn Abbas, pra si fjala e Ikrimas. Dhe ky thot më pas autori Ibn Qayyim, Allahu më shiroft, ky është mendimi i të gjithë komentuesve nga njerëzit nga e sunetit dhe të hadithit, nga i thtarët e sunetit dhe të hadithit. Cili është komentimi? Pra që Allahu do të shihet për jo i tëri, nuk mund ta përfshim dot, sepse është shumë madhështor që ne të arrijmë ta përfshim. Por fytyrën e tij do ta shohim, sepse ai do ta lejojë diçka të tillë, si nderim për besimtarët e tij dhe për të dhënë atyre shpërblimin më të madh edhe se vetë xheneti, që është shikimi në fytyrën e tij të nderuar. Më pas autori sjell hadithe nga profeti alayhis salam, pra si përmendja ajetet, komentin e ajeteve nëpërmjet haditheve, fjalëve të dietarëve, tani na sjell argumente nga suneti i profetit sallallahu alaihi wasallam që vërtetojnë diçka të tillë. Dhe këtë do ta lejmë për netë të ardhshme inshallah. Elusim Allahun subhanahu wa taala të na mundësojë neve shpërblimin më të madh edhe se vetë xheneti, që është shikimi në fytyrën e tij. Wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.